Ish krye diplomati i Malit të Zi, Miodrag Vlahović, ka komentuar nderimin që sot komuna e Prishtinës ja ka bërë aktiviste serbe për të drejtat e njerëzit Nataša Kandić. Vlahović, duke uruar Kandić për marrjen e qelësit të Prishtinës nga kryetari përparim Rama, ka kujtuar një deklaratë të tij të vitit 2005, ku kishte thënë se një ditë Nataša Kandić dhe Sonja Biserko do të nderoheshin si dy serbët më të guximshme të kësaj epoke. Urime Nataša Kandić. Një herë kam thënë, në një mbledhje në Beograd, mendoje se ka qenë në vitin 2005 për bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës. Një ditë do të kremtohen dy serbet më të guximshme të kësaj epoke, Nataša Kandić dhe Sonja Biserko, ka shkruar Vlahović duke komentuar në një postim në rrjetin social X. Komuna e Prishtinës të dielën në një ceremoni të organizuar në ambientet e komunës, ka nderuar aktivisten serbe Nataša Kandić me qelësin e qytetit. Qelësin e ka dorëzuar kreu i Prishtinës përparim Rama. Veprimtari shqiptar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ramazan Bekteshi, ka komentuar dështimin e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Ai për këtë gjë fajsoi partitë opozitare, të cilat po refuzojnë me çdo kusht të votojnë për Albulena Xhellsi kryeparlamentare. Opozita revansh Albulenës nga frika, sepse ajo do të konfiskim të pasurisë pa justifikueshme. Bac, opozita i tha po speciales Zajednicës. Albulena u tha jo, shkroi Bekteshi në Facebook. Krahas kësaj, veprimtari vazhdoi edhe më tutje komentin, ku zbërtheu qëllimin e opozitës dhe ato se çka këto parti nuk po arrin t'i pranojnë asesi. Në këtë pikë përmendi disa nga marrëveshjet e dëmshme që ishin bërë në të kaluarën. Qeveritë e mëparshme, ndërtoi ishte edhe asociacioni dhe ideja shkëmbimit të territoreve. Qëllimi i pamndarshëm i opozitës u pa qartë. Ata kushtësi nuk mund të pajtohen që vetëvendosjet e qeverisë edhe 4 vite. Ata s'mund të pajtohen pa privilegjin e vjedhje masive. Ata s'mund të pajtohen as me rendin, ligjin dhe sovranitetin e veriut që gjatë sundimit të tyre. Sa ke kanë pas këmbimin, ata s'mund të pajtohen me kërkesat shtesë për Zajednicën, po të çojnë amanetin e liderëve të partive të tyre në vend. Ta falin Serbinë për krimet e bëra, ta falin Zajednicën, nuk i kundërshtojnë thikat ndaj hartave, ku ta dinë se ku mund të përfundojnë me një hasëm klero-fashist. Po ashtu, Bekteshi tha se Albulena u aprish pazaret opozitës, prandaj nuk e votojnë, pasi u rrezikohen edhe pasuritë e dyshimta. Krahas kësaj, kjo situatë pa qeveri theksoi sa i përshtatshëm më së shumti qeverisë së Vučićit. Pra, kjo është opozita aktuale që kur s'është penduar me tradhtit e kaluara, të cilat nuk janë të pakta, ta shton se Albulena, deputetja më e votuar në parlament, nuk pas ka legjitimitet, sepse atyre u aprish planet, pazaret dhe u rrezikon pasurinë e dyshimit. S'pas kanë fituesit të drejtë të zgjedhin kandidatin e vet, sepse s'u pëlqen humbësve. A ka arsye tim më antikombëtar se ky turp, sepse kështu ju do Vučići të rini pa qeveri dhe i lejoni Vučićit kohë të shfrytëzojë vakumin institucional, derisa partia institucionaliste e presidentit historik, duke qenë vazale besnike PDK-s, për shkak të këtij veprimi iracionale antikushtetues, rrezikon të pasojë çarje të reja, përfundoi Ramazan Bekteshi për Ciell Bota sot.